në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje, shumë e vërtet, mirë po nuk I kemi ende rezultatet përfundimtare të certifikuara. Kur t'i kemi rezultatet e certifikuara, do të shohim se cilat janë mundësitë që na ofrohen. Unë shumë shpresoj dhe jam shumë optimiste që nuk do të ballafaqohemi edhe një herë me bllokada të pakuptimta, edhe me bllokim të institucioneve të shtetit, por siç e keni parë edhe para zgjedhjeve të fundit, nuk ka qenë në dorën tonë sepse ofertat kanë qenë më shumë se gjeneroze, mirë po janë refuzuar. Shpresoj që mandati I fuqishëm që e jep vota e qytetarit, këtë herë do të respektohet deri në fund. Ju faleminderit. Po nuk diskutojmë na as për vijat kuqe, as për koalicione të cilat do t'i shohim pasi të kemi marrë rezultatin përfundimtar të certifikuar me qëllim që ta dim cili është mesazhi I qytetarëve. Nëse na nuk e dim mesazhin e qartë të qytetarëve, atëherë edhe nuk e respektojmë mesazhin e qartë të qytetarëve, atëherë gabojmë shumë. Ne kemi fituar zgjedhjet përsëri jashtëzakonisht bindshëm, përsëri kemi më shumë vota se të gjitha partitë shqiptare të tjera së bashku, prandaj nuk shoh asnjë arsye. Është e vërtet pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë më e vogël. Ky është një mesazh të cilin duhet ta analizojmë dhe ta kuptojmë drejt të gjithë ne që jemi aktiv në skenën politike, duhet ta respektojmë faktin që qytetari I Kosovës është hera në mënyrë të përsëritur sillet tek kutia e votimit dhe natyrisht që kjo lë gjurmë, mirë po nuk duhet I shtrembrojmë faktet. Fakt është koalicioni ynë, Lëvizja Vetëvendosje, Partia Guxo, Alternativa, Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës, përsëri edhe para se certifikohen zgjedhjet, po shihet qartë që rezultati është binds, rezultati është I fuqishëm, mbështetja është e madhe dhe tani duhet vazhdojmë punët e mira që kemi nisur. Ju falenderoj shumë.